ky libër është përkthyer në shqip para shumë vitesh. Edhe mua më ka pas thënë profesor Rudi, tha ikën pa ndonjëherë në telefon, thash, ç'a bleve 1 2 3 4, tha po këtë e bleve, thash, ç'a është kjo si di. Ik tha filan vend kë botimet Zambaku në ka 2 të kjo e kishte fiksuar, ik merre këtë tha. Dhe morë dhe libër që të trondit, jo se të duket në një gjë e çuditshme ke libri, se në fund fare ti thua është trillim edhe robi mund të trillojë çfarë do. Por të trondit, sidomos mbasi ke lexuar për shembull 84-ën që shumica e lexojnë herët në letërsi ose libra të tjerë, për shembull Më e mira e botëve që ju e keni trajtuar tek klubi. Dhe mbasi lexon këto dhe lexon këtë, pastaj thu pritet valla se ky që e ka Nektari ose Borimi. Edhe në fakt edhe Huxley apo Orwelli e kanë pranuar influencën nga ky libër, po deri diku e kanë refuzuar që e kanë kopjuar këtë libër, megjithëse skema është e njëjtë. Për shembull edhe te Më e mira e botëve edhe tek 1984, që e kanë marrë nga libri Ne i Yevgeni Zamyatinit. Yevgeni Zamyatin ka lind në 1884, ka vdekur në 1937 ose ka lindur afër Moskës, ka vdekur në Paris. Ka vdekur në fakt në ekzil, pra duke u largu biles shpresoj mos e mbaj mend gabim, por Gorki ka qenë ndërmjet. Po, te Stalini që lejojnë, sepse ishte hera e parë që një intelektual i bënte letër Stalinit vështore vetëm lini tiki nga ky vend. Edhe Gorki ndërhyri si poet i atdheut edhe i partisë që lejojnë i tiki. Zamyatin e ka pasur teatrin Prift, edhe tëmën artiste, piktore, diçka muzikante, nuk e mbaj mend, dhe tregojnë që ka qenë njëri shumë racionalist, shumë i dhënë dhe i dashuruar pas shkencave eksakte, pas matematikës, pas një lloj disipline të imponuar, po themi tani në kuptimin social, kështu një lloj imperativi kantian që gjërat bëhen vetëm kështu. Dhe kështu themi u mbrojt si individ dhe ka pas një lloj idealizmi që përpara se të binte cari rus, ai ka qenë te këto grupet para-revolucionare, themi, që ishin hapur kundër perandorisë dhe që pretendonin dhe kërkonin transformim, reformim, çlirim nga një perandori e bjerë e shkuar drejt fundit, dhe ka qenë nga mbështetësit apo aktorët deri diku të mbështetës të revolucionit të 1917-s, po shumë shpejt, pra në 1920 shkruan këtë libër, që do të thotë 3 vite apo 4, ai e kuptoi drejtimin që mori aplikimi i kësaj ideologjie bolshevike edhe komuniste dhe marksiste në jetët e njerëzve. Punonte si inxhinier, duket që inxhinier Saldimi në port, diçka e tillë. Dhe normalisht njëri kështu racionaliste dhe racionale dhe matematikor, pikute inxhinieria do përfundonte, kështu që dhe ai punonte aty dhe shkruajti këtë libër si një formë ndoshta edhe reflektimi për personin e vet. Dhe në fakt edhe personazhin kryesor të librit e ka prap një inxhinier, po që prodhonte anije kozmike, dhe një njeri që po ashtu si Zamyatin mendonte në mënyrë matematikore të strukturuar, të disiplinuar, të rregullt e kështu me radhë. Ploti i librit ose ajo përmbledhja me pak fjalë e librit është e tillë në shekullin e 26, që se zgaboj, Zamyatin vendos historinë e vet. Dhe e nis me një personazh kryesor që e ndjek nga pas. Ky personazh quhej D530, i cili pra ishte inxhinier, punonte për të prodhuar një anije kozmike, e cila këtë civilizim që kishte prodhuar një shteti apo shteti unitar, do ta eksportonte edhe për civilizime të tjera në hapësirë. Pra ne e kemi arritur lumturinë, tani po ja çojmë qenieve tjera që mund të jenë në hapësirë. Dhe për këtë arsye, ky personazh, ky inxhinier D530
kështu e kishte emrin, dhe e themi pse, fillon të shkruaj një ditar. Dhe libri këtë ka si gjetje, që është ditari i këtij personazhi, ai që ne lexojmë. D530 kishte një koleg tjetër që kishte emrin prap pra alfanumerike, që kanë dhe shkruajnë dhe numra bashk emrat, dhe nuk kanë mbiemra, dhe këta jetonin në një shoqëri që nga aspekti urbanistik apo arkitekturor jetonin në kapsulat vogla me xhama transparent. Pra, nëse keni parasysh ndonjëherë dalin nëpër lajme apo tani në smartphone nëpër video, këto kapsulat që prodhohen eksperimentale që ti vetëm futesh aty, fle dhe del, ke disa pajisje apo funksionalitete brenda shtëpisë apo kapsulës shtëpi, shumë minimaliste, dhe i gjitha ishte e xhamt. Dhe fakt që kur kam pas lexuar atëherë e lidhja me konceptin e Jeremy Bentham të panoptikonit. Pra, Jeremy Bentham thoshte këtë, burgu perfekt do t'ishte me qeli të xhamta, transparente, ku secili burgosur është aty brenda dhe ka një panoptikon, pra një sy që shikon njëkohësisht çdo gjë, që Bentham e propozonte për shkak me një numër ushtarësh që njëkohësisht 360 gradë dhe në mënyrë kështu totale vëzhgonin të burgosurit, nga këtu thotë askush nuk ka mundësi të arratiset nga ky burg. Nuk mund të arratiset se është gjatë gjithë kohës nën vëzhgim 24 orë. Nuk ka ku ta bëj atë gërmimin se e ka qelq qelin. Nuk ka si të komplotoj me një të burgosur tjetër se ti e shikon dhe nuk e lejon e kështu me radhë. Dhe në këtë kuptim shtetnjëshi i kishte bërë njerëzit që jetonin për shekuj në një panoptikon gjigant. Dhe secili kishte kapsulën e vet. Mbaronin punët, shkonin edhe flinin brenda kësaj apo qëndronin brenda kapsulës tyre. Të përcaktuar prap nga pushteti, pra nga një shteti. Element tjetër i organizimit të jetës aty ishte ajo që quhet tabela orës, pra që ti gjatë ditës tënde që kur zgjohesh e deri kur flije, i kishe të përcaktuara me minuta, se është një shtet hiperracionalist, me minuta se çfarë do bësh. Mund të hash nga ky minutë në këtë minutë, do punosh nga ky minutë i kësaj ore në këtë minutë, do shkosh, do bësh seks pa emocione nga ky minutë në këtë minutë, do shkosh, do lahesh nga ky minutë në këtë minutë, e kështu me radhë, për çdo lloj, po themi, ngjarje që ka dita jote është e përcaktuar për gjithë me minuta. Të gjithë njësoj njëkohësisht, në mënyrë të sinkronizuar. Dhe rregulli i imponuar në këtë mënyrë nga jashtë ishte përbrendësuar të kjo shoqëri edhe në mënyrën se si edukoheshin njerëzit. Pra që ti kështu do mendosh, nuk ke si mendon ndryshe, se ti nuk njeh që kur lind, pra me shekuj me radhë ishte ndërtuar kjo shoqëri, që kur lind ti nuk njeh mënyrë tjetër, alternativë tjetër, jetë tjetër alternative apo përditshmëri tjetër alternative, kështu që dhe mendimi i njerëzve ishte formatuar në këtë mënyrë matematikore dhe për të ndjekur minutat e përcaktuara të një dite. Në ngjarje ndodh që personazhi kryesor D530 bashkë me kolegun e tij të punës dhe të fejuarën e tij të përcaktuar prap nga një shteti, takojnë rastësisht, pra ai sa lejonte rastësi ai lloj organizimi, një personazh tjetër që ishte femër i 330, e cila jetonte në këtë lloj shoqërie, po ishte një femër e cila pinte dhe duhan, pinte dhe alkool, këndonte, flirtonte, pra nuk ishte me defekt, si më thënë, për këtë lloj shoqërie. Ishte me defekt, ishte defektoze. Edhe nuk ishte arritur do të bëhej normale, po themi, si gjithë të tjerë. Do flas në fund për influencën që pati pastaj te një zhanër i tërë i Zamiatini. Dhe te ky takim D503 ndjen diçka, ky inxhinier. Ndjen diçka joshe, domethënë, dhe filloi të mendonte papushim vetëm për këtë vajzën. Mirë, po të lexojmë te libri, dhe sidomos për shembull po ta lexosh dialogun që ata bëjnë me zë të lartë, ti e kupton se sa pak shkurt edhe në mënyrë koncize dhe pa gjuhë, me thënë drejtën, flisnin ata, po flisnin nëpërmjet matematikës. Pra, unë shkoj te kapsula ime. Dhe tjetri thoshte një fjali tjetër. Thoshte, "Okay, unë shkoj gjithashtu te kapsula ime." Dhe mbaronte biseda, kaq ishte biseda, pse po
Autori ka bërë këtë edhe për të treguar që nuk ka mundësi, nuk keti mundësi, pra kufit e mendimit kufizojnë edhe gjuhën e ta paksojnë e ta zvogëlojnë. Një element pastaj që rimarim te Wittgensteini, te ato ulëmtimet filozofike, jo, në fakt te traktati logjiko-filozofik që kërkon ta matematizojë gjithçka, për ta indikojë deri në maksimum. Dhe dialogjet që ata kanë janë shumë të vogla dhe momenti kur ky takon këtë vajzën, e cila fliste më lirshëm, pra brenda kufizimit, se dhe ajo aty kishte lindur, i duket sikur njohu një mënyrë tjetër alternative të qenit që ky se kishte dëshmuar ndonjëherë, edhe i vjet kësaj nga pas, kjo e merr me vete, e çon në një që për ata ishte arkaike, pra në një dhomë normale, shtëpie normale të vjetër që ishte në përca tunele që ky nuk e dinte që ekzistonin edhe askush nuk e dinte, pra në një botë tjetër të nëndveshme, që në fakt kishte qenë bota përpara se të vinte shekulli 26, si kishte qenë më përpara, por kuptohet e lën pas dore, e shkatruar, e rënuar, dhe ishte si një arratisje e këtyre të dyve që ky nuk dinte as si ta përjetonte, si se kishte parë ndonjëherë. As momentin, as objektet. Kryejnë marrëdhënia aty bashk, bisedojnë pak më gjatë se sa që ishte normalja për të biseduar, edhe kjo i thotë që unë do të tregoj se kjo bota vazhdon, ecën edhe më tej. Edhe ky refuzon, kthehet i friksuar, mendon gjatë gjithë kohës dhe shkruan ditar që si e bëra unë këtë, domethënë ç'ishte ishte kjo që më ndodhi, unë s'mund ta lejoj që kjo të ndodhi, po për të mos u zgjatur, me pak fjalë kjo marrëdhënie vazhdon dhe thellohet, ata shoqërohen, ky punonte, po ndërkohë i bënte punët me gabime, sepse kishte mendjen, ishte i konfuzuar, dhe konfuzuar dhe më tepër se mendonte që unë gjithmonë kam qenë perfekt, si mund të filloj unë të bëj një gabim nga hiçi e kështu me radhë, dhe hyn atë krizën e brendshme. Kjo vajza pastaj insistonte, takoheshin vazhdimisht, insistonte që ti duhet më lësh mua shtatzan sepse unë e dua patjetër ta kem një fëmijë. Ky thoshte që jo, nuk mund ta bëjmë, se nuk lejohet, vetëm po e përcaktoi shteti. Dhe kjo pastaj e bën që të pranoj, sepse i thotë që mirë, dakord e bëjmë dhe fëmijën unë do e dorëzoj një shtetit që të bëhet dhe ai normal, mos bëhet si unë, një defekt i sistemit, një kërcitje në sistem, dhe ky pranon, po ndërkohë fillon të kuptoj që kjo bota vazhdon me tunele tjera, se kjo hynte e dilte aty, ky nuk e gjente, kjo vazhdonte, pra kishte e merr me vete një moment duke ndjekur, dhe shikon ca njerëz tjerë që për atë ishin njerëz tegër, por ca njerëz që jetonin me lëkur kafshësh veshur, e kështu me radhë, pra po themi njerëz që ju kishte ndodhur kjo shoqëria perfekte dhe këta s'kishin marrë pjesë, kishin ngelur jashtë këtij sistemi, po vazhdonin jetën në të ardhmen, po si njerëz primitiv në një farë mënyrë, si njerëz shpellash, edhe ky habitet si mund të ekzistojnë prap njerëz të tillë, askush nuk e dinte që këta ekzistonin, dhe është brenda këtij sistemi. Patjetër që në fund Zamjatin jep përfundimin fatalist që jo romantik, pra pushteti edhe një shteti edhe struktura dhe sistemi ngavënjen mbi individin edhe mbi tentativën e tij për të çliruar, dhe ai rikthehet të jetë edhe një herë një inxhinier i përkushtuar me mendim matematikor e kështu me radhë, sepse kishin disa aparatura që u hiqnin njerëzve imagjinatën, dhe njerëzit viheshin rradh sepse thoshin sa fillonin të kishin pak ndjenja apo imagjinat, shkonin më vrap te laboratori sepse thoshin ç'më duhet mua imagjinata, më prish punën, më çrregullon. Edhe nuk mund t'ja lejoj këtë vetes, edhe shkonin më vrap, dhe ky pas një presioni, domethënë, shkon atje dhe rikthehet siç ishte normalisht, edhe nuk do pra dorëzohet edhe vazhdon ashtu siç ishte në fillim. Mua personalisht më ka dhënë një përjetim shumë të fortë dhe kam menduar, dhe unë tash ja them studentëve kur i shpjegoj mendimin ekonomik, pra e lidh me gjëra tjera, një fjali e vetme e këtij libri, që Zamjatin e thot në libër, që është kjo fjali: nëse do të zhdukësh krimin nga një shoqëri, hiqi njerëzve lirinë. Edhe në fakt, po ta mendosh, nëse njerëzit nuk janë të lira, mund të kryejnë krime, po nëse njerëzit nuk do ishin të lira, ama do jetonin në këtë lloj shoqërie ku nuk ka krime, padyshim, po ama e ke bërë këtë me koston e lirisë. Pra një farë mënyre janë të lidhura, mënyrë me atë që quhet zero sum game, loja me shumë zero, që sa më shumë liri ti t'japësh një shoqërie, aq më pak e sigurt është.
Pra në këtë rast, Somalia e 2017 apo ku ishte që shkoi në anarki komplet. Ishte secili me vetën, ose për shembull në marrëdhënie ndërkombëtare ndonjëherë këto studiusit Misha Gleni apo këto afër Ballkanit, gjendjen e të gjithëve kundra të gjithëve, pra të lirisë absolute dhe të mungesës sigurisë absolute është 97 e Shqipërisë. Apo ajo gjendja e natyrës që fantazon Thomas Hobbesi tek Leviatani. Dhe në fakt këtu shkon. Nëse do ishin 100% i lirë, secili të bëj çfarë doje, nuk kemi një autoritet që na thotë jo. Do jetë anarki totale dhe siguria është zero, çdo kush mund ta vrasë tjetrin në çdo moment. Ama nëse siguria është 100%, askush nuk është i lirë, sepse ti do duhet të kontrollohesh, se ti në një moment mund ta bësh dhunën edhe krimin. Kështu që të dyja ekstremat janë prap, po themi, keq në një fjalë shumë simpliste. Edhe çdo shoqëri nga kur të doni juve fillimi i civilizimeve dhe deri më sot, që shoqëri politike në një kuptim, dilemën thelbësore, pavarësisht se mund ta neglizhoj sa doj, siç bëjmë ne për shembull, e ka siguri apo liri. Dhe sa do ta shtym atë vijën e mesit, do ta shtym 60 me 40, 70 me 30 nga kjo ana tjetër, ku do ta vendosim pragun që i ndan balancën e këtyre të dyave. Kjo për mua është shumë e rëndësishme tek ky libër. Një fjali e vetme që bëhet në një dialog aty të rastësishëm. Është thelbi i politikës, i ekonomisë, padyshim i ekonomisë, se sa më shumë rregulla të vendosësh para debati i ekonomisë dhe mbi rregullim apo laissez-faire, i sociologjisë, i çfarë të donim. Një farë mënyrë e thot pak i Ibn Halduni, po ndoshta jo në mënyrë kaq koncize apo të artikuluar dhe jo aq kaq direkte, te Mukadima vetë kur bën teorinë e ekonomisë për taksimin, pra si të gjesh balancin midis taksave ndaj njerëzve dhe lirisë të tregtisë. Po ky është thelbi. Edhe në fakt çdo diktaturë këtë bën, pra kur njerëzit kanë liri dhe abuzojnë me lirinë, shumica e njerëzve nga që tremben, nga mungesa e sigurisë, hidhen në krah të diktatorëve, të njerëzve autoritarë apo të ideologjive autoritare. Dhe këta pastaj abuzojnë nga natyra, sepse abuzojnë duke i hequr lirinë dhe duke i dhënë siguri. Ky ishte reflektim personal që doja ta bëja për sa i takon narrativës së librit edhe historisë brenda. Tjetra që dua të them para se të diskutojmë është influenca që ka pasur Zamjatin, pra pas Zamjatinit, ky zhanër që fillon me Zamjatinin. Po them mund tani pak në mënyrë kështu, po ja lejoj vetes më tepër liri nga ç'duhet. Aldous Huxley të njëjtin libër ka shkruar, Të më e mirë e botëve. Pra kanë një jetë sistematike ajo shoqëri, një moment vjen një femër që ja prish mendjen këtij hetuesit, e merr me vete, e çon në një botë tjetër ku kishte njerëz normal dhe që nuk jetonin në mënyrë kaq perfekte, ngel shtatzan, kështu me radhë. Ata nuk kanë anijen kozmike, po kanë një avion që i çonte për aventurë egzotike tek këta lloj njerëzish, pinin atë somën. Të njëjtin libër ka shkruar Orwelli më mbrapa tek 1984, pra kemi këtë Winston Smithin i cili bënte këtë jetën e rregullt që ishte censor aty tek puna e vet, rregullonte gjuhën, redaktonte gazetat e kaluara, takon këtë femrën e cila i hapsyt, si më thënë, për botën ku jetonte. Ayn Rand pastaj ka tek him ka këtë pak a shumë për të njëjtin plot. Filma pa fund, për shembull Logan's Run, është një film i vjetër 1970 e ca që është i tillë, për shembull, që jeton një shoqëri ku mbas moshës 30 vjeç sistemi i vriste, se s'kishte më burime për t'i mbajtur gjallë dhe nuk i duheshin më, se s'bënin punë, nuk ishin produktiv në punë, po këta i quanin që kur shkoje 30 vjeç kishe ditin 30, ty të merrte drita lart edhe ti, shkoje në parajsën, po themi, të atyre kishin bërë lavashtruri, po në fakt ata vdisnin, edhe kur këta i zbulojnë që në fakt ata vdesin, këta dy personazhet kryesor, pra ky djali me këtë vajzën prap, që i prish mendjen kjo, arratisen edhe kur dalin pastaj nga nën toka, zbulojnë që ishin në New Yorkun e post-apokaliptik, kështu i mbuluar ajo statuja e lirisë nga gjethet e këto gjërat.
e njëjta histori që rimerret që e ka gjenezën këtu. Ka edhe shumë filma tjerë, unë kam pas bërë një artikull për të utopin dhe distopin, po për mua distopia fillon moderne, fillon me Zamjatinin. Edhe shumë gjërat Zamjatinit po realizohen ose janë realizuar, që ai ka thënë aty si warning, si paralajmërim për botën që do të vinte, dhe për mua nuk hyn tek ato librat që shumë njerëz i konsiderojnë kështu si parashikoj të ardhmen apo sikur e paratha atë që do ndodhte me një lloj intuite, po për mua ashtu siç ishte vetë Zamjatini, një njeri kalkulativ, ky është një kalkulim apo siç e quajnë në statistik një ekstrapolim. Pra i mori gjitha të dhënat e 3 viteve çfarë ndodhi me një sistem diktatorial i cili filloi shumë bukur dhe kërkoi t'ia bënte njerëzve jetën perfekte, çfarë do ndodhte nëse kjo do të vazhdonte. Pra do humbte totalisht njeriu dhe do fitonte sistemi.